Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal Zojes Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri, E banoi ndër ne. të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na i zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. për shpirtrat të purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emrët, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, E ushnëri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, Që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdojmë me orën e mesme. Sot është e premte dhe jemi në javën e dytë të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Kur Krishti pati etje në ator që në kryqin gjetën, kush psalterin di të lexoj, etjes së drejtësisë ti këndoj. Bashk me etje qoftu ri, për atë që vdiq për ne, edhe mkatin e veri, e virtyti qoft dëshirë. Bagmi i shpirtit të shenjtë, sot mbi këngë e qeste ndikoft, që zjarin e trupit ta ngri, acarin e shpirtit ngroht. Krishtin dhe Atin ti lusim, shpirtin e Krishtit e të Atit, një e vetme e gjithë pushtetshme, Trini, për krah ata që luten. Amen. Antifona. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por
që ai të kthehet dhe të jetoj. Psalmi 119, rreshtat 73 deri 80. Duart e tua më bën e më dhan trajt, më jep kuptim, mi mëso urdhërimet e tua. Kur më shohin ata që ty të druajnë gëzohen, sepse shpresova në fjalën tënde. E di o Zot se gjyqjet e tua janë të drejta, me plot të drejtë më përule. Le të më ngushëlloj pra mëshira jote, sipas premtimit që i dhe shërbëtorit tënd. Ardh mbi mua mëshira jote e do t'jetoj, sepse ligji yt është kënaqësia ime. Le të turprohen krenarët pse dije keqas më poshtrojnë, e unë do t'i kujtoj urdhërimet e tua. Le të sillen drejt meje ata që ty të druajnë, ata që njohin dëshmitë e tua. U përsos të zemra ime në rregulloret e tua, që kur të mos turprohem. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 59, urata për mbrojtje prej të paudhve. Hyj im, më shpëto prej armiqve të mi, më mbro prej sulmuesve të mi, më shpëto prej atyre që bëjnë të keqen, më shpëto prej atyre që derdhin gjak. Ja vun pritën jetës sime, u sulen kundër meje të fortët. E pra, unë s'kam faj as mëkat o Zot, pa pasur në mua paudhësi bëhen gati të më sulmojnë, qohu, eja e shiko. Fuqia ime ty të pres, sepse ti o hyj e kështjella ime. Hyj im, mëshira jote do të më mbërri me kohë, hyj do të bëj nga lart i shikoj armiqtë e mi. Kurse unë do t'a këndoj fuqin tënde, në mëngjes do të lartësoj dashurin tënde, sepse ti qe kështjella ime, strehimi im në ditën e rrezikut tim. Fuqia ime ty dëshiroj të këndoj, sepse ti o hyj e kështjella ime, hyj im, mëshira ime. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 60, urat pas fatkeqësisë. O hyj, ti na flake tej na theve, ishe zemruar, kthehu prap tek ne. E tunde dhe unë, copën dave, shëroja plasat se po fundoset, bëre që populli yt të shoh të vështira të mëdha, na dhe të pim verë që të merr mend. Por ti u dhe shenjë të dashurve të tu, të tërhiqen nga goditja e harkut. Por që të shpëtojnë të dashurit e tu, ndihmo me të djathën tënde e na dëgjo. Hyj foli në shetroren e vet, do të gëzohem, do të ndaj si kemin, do të mas luginën Sukot. Imi është Galadi, imi Manaseu, Efraimi është për krenarja ime, Juda skeptri im. Moabi legeni ku unë lahem, në Edom do të hedh këpucën time, mbi Filistejn do të brohoras fitoren. Kush do të më çojë deri në fortesë? Kush do të më pri deri në Idume? Vall, mos jo ti o hyj që na flakët tej, valla do të dalesh o hyj me forcat tona? Deh në ndihmo në ditë të ngushtimit, sepse s'ka shpëtim prej ndihmës së njeriut, bashkë me hyjin mrekulli do të bëjmë, ai do t'i shëlmoj armiqtë tanë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Leximi i shkurtër i orës së 6, krahasoj Jeremin profet kapitulli 3. Kthehu, thot Zoti, dhe nuk do ta kthej fytyrën time prej jush, sepse unë jam i mëshirshëm, e nuk do ta mbaj hidhërimin përgjithmonë. Kthehuni o bi që u ngritet kundër meje, thot Zoti, sepse unë jam Zoti juaj. Largoje shikimin prej mëkateve të mia, Shlyej të gjitha fajet e mia. të lutemi. Po të lutemi o hyj gjithpushtetshëm,
Bëj që pendesa shenjtë të na pastroj shpirtërisht, kështu që me zemra të përtrira t'i presim festat e ardhshme të Pashkëve në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.